do të me kuptu njerë kohën, kur ta kuptoj se çka është koha, realiteti, esenca e kohës, e kupton edhe vlerën e saj dhe pastaj kujdesesh për ta. Menaxhon. Menaxhon. Bën organizimin e kohës, bën plan program, gjëra prioritare. Zatën feja islame përmes ritualeve ne na mëson shumë preciz më qenë. 5 kohë të namazit. Para mos sa precis do të më qenë ti edhe domethënë janë me minuta të caktuar. Minuta, do të më qenë serioz, do të më qenë besnik i minutës. Nëse do më fal kohën namazin në vend në kohën e duhur. Çosh herët mëngjes, pastaj kije kohë të ndamë, nuk janë se kishte shumë me qenë, me fal 5 kohë brenda gjysmë ore dhe i lirë brenda ditës. Jo, është sistem që të mëson të menaxhime në kohë, e që është thelbi i suksesit. Në fillim e përmendë si hapje të temës. Sukses është njëri veç nëse di me bë organizimin e kohës së vet. Agjerimi nikosisht. Këtë është çdo ritual e ka edhe kohën e vet. Tha dëgjova, tha menaxhimi i mirë i kohës është burimi i sukseseve. Thelbi ose thelbi ose esenca, temeli, baza, si thosh, vetë çfarë. Na kur ishim studime në Jordani, edhe ban disa takime për atë periudhë me dietarin bashkohor, do thonë të hadithit Muhammed Nasrin Albanit. Edhe ai, do të thonë me termin, do thonë caktoj me termin. Ka qenë shembulli i kapjes së kohës. Edhe na thoshte. Kaç keni kohë? 2 orë për shembull. 1 orë, 2 orë. Edhe pse na mundohesh me 3 më tepër. Edhe ishin 2 orë, e thëke? Po na tregoj që kanë kalu thëke 2 orë, edhe pse na edhe 1 orë pastaj jam mirë. Alhamdulillah. Ndashta do të përgjigjemi për këtë ditë kiameti se unë takimin e parë kur kam shkuar si të diskriminim pozitiv. Po se ta shfrytëzojmë sa më tepër. I kam pa tash ne i thojmë ato shtipall ka kështu që i mbajnë po të hekurit mëdhaja. Ato që i përdorin për tesha, po për letra. Edhe ishte në të majtën temë kështu edhe i thash shejh, thash këto çka janë këto? Tha silsilatul hadith sahih. Tha këtu jam ti, tha pi kontrolloj ka 5 herë ndoshta. Ndodh që 5 herë i kontrolloj edhe për këtë haditheve të sakta, libri më sot kur angazhohem me diçka nuk mundet mos më shkon menja të Sheikh Albani. Domethënë se si e ka shfrytzuar kohën e na tash kur po angazhohemi me diçka, po tham pse na ka bë termin, se unë kisha qef më shpesh me shku. Edhe sot e kuptoj tash pse na ka bë me termin me kohë caktuar me shkuta. Jo çdo herë kur se ka pas në të vërtetë ka pas angazhime shumë. Ndoshta ti she i shpend. Po shpend se kimri Sheikh Ibn Uthaymin. Jo. Ai në 10 netët e fundit në Ramazan bante ligjerata. Kishte ligjerat mas namazit natës. Mos më para sa është namazi natës derisa të vjen syfyri. Hajshmi syfyr, afër ishte sabah, e falshmi sabahin, pastaj prap mas sabahit kishte ligjerat. Edhe mbaj mend njëri çaçaçi lodh ose që xhumi vot ka plan, po thash ai ta provoj a munda me mbaj tempon. Te kata njerëz që me të vërtetë se ata e kanë kap kohën, e kanë për të ka pasur rezultat. Frenat edhe e kontrollojnë kohën. Edhe janë bëj imamat këtij umeti, për ndryshe. Se me të vërtetë koha është shali a ke diçka tjetër me thonë, mu kujtu edhe një rast tjetër me një hoqë, e një shvizoj rastin me i përshëndet hoxhallar që i përmendëm hoxhën e Kremin që ka shumë fjalë miradije kemi për të, Allah është përblet për mundin që e bën në davet edhe hoxha Feridi. Më kujtohet edhe hoxha Jon, edhe pse është më i ri se ne, është vlen që të përmendet si hoxha e nalli, shpesh kur jena uli, kina bisedu, na e ka përkujtu kohën. Me që anti mu, se di, e shikte diçka të ke, hoshti kje potencial, mund është me shvizu kohën, me mësu Koranin, me mësu hadithet e pejgamberit, mundohet, dhe të thënë që ta, edhe me të vërtet kjo të regon se ai e ka kuptuar vlerën e kohës, që ndoshta ne akoma nuk i kemi arritur atë shkallë. Prandaj, është kjo një apel për këtë vëllezërit edhe motrat që të kenë kujdes kohën, se vallahi do të pendohemi. Ditën e gjykimit do të pendohemi pse nuk i kemi shfrytzuar kohën që na është të dhënë. Disa kanë shku nga kjo dunja dhe ke pa disa ditëve edhe misafir një hoxh tjetër, ndoshta një Saad Islamovic nga Novi Pazari, edhe tregoi te ligjërata e tij se sot të ne shumë tri vdesin.
është dëgjon njëri 30 vite ka ndruar jetën, njëri 40 vite ka ndruar jetën. Tha më shumë që për aty që ka vdesin nga xhamati im janë në moshën 40 vjeçare. Tha prandaj mos u hutoni me këtë dunja. Mos u habitni edhe shfrytëzojeni këtë kohë që Allahu xhaleshanu na e ka dhënë. Në Siri kur isha në studime, kishim një profesor të fikut. U me lidh edhe me neve, domethënë ai na ishim 3 atëherë, ai na këshillonte. Tha unë prej shtëpi vi me taksi në te instituti i shariatit. Tha një xhuze lezoj. Po. Domethënë edhe ne kështu duhet mjaft për çuk si fal mesazhe tjerëve. Dashur me tregu një rast se në tokat arabe ka raste të çuditshme, që ndoshta nuk mund të ndigjosh askund në botë. Një nxënës ka shku te një hoxh, ka kërkuar të bëhet nxënës i atij. Edhe i ka thonë hoxhës, po du me mësu të ti. Thotë, e je serioz, je i vendosur, thotë po. Thotë, ki me ardh 1 orë para sabahit. 1 orë para sabahit. Ka vendos edhe ka shku. 3 muaj, kanë kalu 3 muaj, asnjëherë s'ka mungu. Nxënësi, asnjëherë s'ka mungu, edhe hoxha asnjëherë si ka thonë sot jo ktheu. Pas 3 muajve i ka thonë tash do ta kthejmë, e ka pa vendosmërinë e tij, tash do ta kthejmë pas sabah.